Edi Rama ka kohë që e di protestën që do ndodhte, protestën e flamingove. Sot, e pse? Sot protesta po hyn në ditën e 8. Palët janë secila në llogoren e vet. Rama nuk lëshon, ka fillu, është agresu, i shan, i fyn protestuesit, kërkon armiq imagjinar, sepse ai e di armikun e vërtet kë ka bë armik, edhe e di edhe që do i ndodhte protesta. Ndryshe nga tjerët që thonë jo po konspiracioni, jo po kjo, jo po ajo, unë kam pas që ditën e parë bindjen që kjo protest Edi Ramës po i organizohet nga Sorosi. Nuk kam pas kundërshti, kam thënë shumë mirë që po ja organizon. Shumë mirë që po ja bën që po i ve fre pabesisë dhe poshtërsisë së një njeriu për pushtet, që nuk njeh as mirënjohje, as i gjë për pushtet. Pra me të ardhë Trumpin në pushtet në SBA, e shiti Sorosin edhe kalojnë krahun tjetër duke fal copa Shqipërie për interesat e veta personale. Ky është thelbi. Po pse e ka ditë? Ajo është kryeministri i vendit dhe është njeriu më i informuar në Shqipëri. Tani unë në gjykimin tim do them përgatitjet që ka bërë ai për këtë protest, edhe kush bindet, kush s'bindet, se nuk është ky qëllimi në fakt, po është thjesht komenti im dhe bindjet e mia. Kush doj i dëgjon, kush nuk do nuk i dëgjon. Të paktën një 2 muaj ka unë që e di që diçka e madhe do ndodh. Pra, që do ndodh te kjo. Ka 2 muaj. Disa njerëzve ua kam thënë edhe e din. Kur unë ka një 2 muaj që e di, imagjinoni Edi Ramën, edhe unë nga njerëz të afër atij e di, imagjinoni Edi Ramën që është njeriu më i informuar në këtë republikë. Pra që shkojnë e i thonë në 100 e sekondëve, jo vetëm shërbimet sekrete, po këto tjerët, miqtë, aleat, çfarë ka ai. Po vetëm e dinte apo mori dhe masa? Edhe e dinte, edhe mori masa. Po të mos e dinte Rama që do ndodh ky revolucioni i kjo protesta masive e flamingove, nuk do ta shkarkonte për 5 muaj Elisa Spiropalin dhe nuk do e ndryshonte gjithë qeverinë, pothuajse për 5 muaj. Pra i doli përpara situatës dhe bëri ndërhyrje radikale në qeveri. Hoqi sigurisht njeriu që dyshonte se mbi të po ngrihet një lëvizje për ta rrëzuar nga Partia Socialiste. Po të mos e dinte Edi Rama që do ndodh protesta e flamingove, nuk do ta mbronte Belinda Ballu. Do ta linte siç ka lënë Sajmir Tahirin, siç ka lënë Lefter Kokën, siç ka lënë Ilir Beqen, e kujtun gjithë me radhë. Pra nuk do bënte asnjë përpjekje, sepse drejtsinë e ka në dorë vet, e komandonte vet, që e koha me Altin Dumanin, edhe tani nuk pyeste. Pra e zhdukte Belindën në 100 e sekondave. Nuk e lëshoi Belindën, sepse ajo me informacion është edhe ajo, e kërcënoi dhe i tha që të nxjerr dhe ty dhe ikim të dy për lesh. Edhe u detyru që e mbajti dhe i preu kokën Spiropalit edhe sa tjerëve këhoqi tjetër se më e mend tani. Gjithë e mani mend, u hapën llafet, u hapën në për tavolina, në për media, biles pati njerëz analistë shumë serioz nga këta që lexojnë fatin. Bon edhe artikuj e gjitha që do dalë Erion Veliaj nga burgu se bëri ky Sokol Sadushi vendim unifikues gjykatës kushtetuese, bëri Kastile për Erionin, e kujtu më the thash. Erion Veliaj nuk doli nga burgu. Po ta dinte Edi Rama
Po të mos e dinte Edi Rama që do ndodh revolucioni, e kishte nxjerrë Erionin, se s'kishte ndonjë problem të madh Erioni jashtë, se me politikën zatën i ka kryer punën, po nuk e nxori sepse nuk doshte edhe një telash më shumë jashtë. Ju po ta shihnin protestë, një pjesë e mirë e atyre që udhëheqin protestën, që bëjnë thirrje në rrjetet sociale, kujton gjithë më radh në të revolucion, janë njerëz që kanë punuar me Erion Veliaj, janë njerëz që kanë marrë fonde nga Erion Veliaj, pra nuk janë njerëz kot rastësor. Shihni Alketa Vesiu, shihni ato Dalina Buzin, si e ka ajo, Mira Kazhanin, Fatma, Fatma se si e ka ajo, mbiemri nuk jam më në asaj Fatmës. Pra janë njerëz që janë të majt, janë kështu rilindas, kanë marrë fonde nga bashkia, kanë marrë fonde nga Soros, kanë marrë fonde nga këto shoqatat e këtyre bashkimit evropian. Pra nuk ka asgjë rastësore, dhe Rama çfarë bëri, nuk e nxori Erion Veliaj. E la brenda Erion Veliaj, dhe përveç se e la brenda, doli dhe tha te Pallati i Kongresave, kishte marrë gjithë socialistët aty dhe tha, nuk kemi çfarë bëjmë, e duam këtu në sallë Erion Veliaj, po nuk kemi çfarë bëjmë na, nuk varet çdo gjë në dorët tonë, jo po drejtësia, filloi propagandën e vet. Edhe kjo është një mas tjetër që tregon se ai e dinte dhe ishte duke u përgatitur të dalë para kësaj. Tjetra që tregon se Rama e dinte është përgatitja e një feste përkujtimore 35 vjetori i themelimit të rithemelimit, si e ka ajo, rithemelimit që ka ndryshuar emrin e Partisë Socialiste. Nuk është një vit jubile, 35 vjet, pra nuk është 20 vjetori, nuk është 10 vjetori, nuk është 40 vjetori, 50 vjetori, pra që janë vite që mund thush ore normale se po përkujton 30 vjetorin, ose normale se po përkujton 40 vjetorin. Pra nuk është asnjë nga këto. A e shihni ju që ai shëtit ka kohë që e ka fillu këtë, ndeg edhe shpërndan dekorata. U jep dekorata brezit vjetër. Tani u kujtu Edi Rama me Taulant Ballën, që ka socialist të ndershëm që kanë kontribuar në atë parti, që janë nga mosha 70 vjeç e sipër, janë tërheq nga jeta politike dhe tani këta fillun me u nda dekorata mirënjohje. E pa atë biles të Pallat Kongreseve, jo po e tem rrugë e gjithë mëra. Po ta doshte e tem rrugën ai nuk e hiqte. Nuk e largonte nga politika. Pra ç'a bëri, duke e ditë që do i ndodh kjo krisja nga brenda, filloi me i përkëdhel këta, mori masat me i përkëdhel këta për t'i vunë sedër edhe për t'i mbajt në trysni që mos ngrihen dhe mos kërkojnë largimin e tij. Ju e keni pa kush e ka kërkuar largimin e tij, e ka kërkuar Ermelinda Meksi, Ben Malaj, pra njerëz që janë divorcu me të në mënyrë publike dhe kanë marrë qëndrime dinjitoze her pas here. Pjesa tjetër janë siklet tani, se kush si do ngrihen ata, kanë marrë jo po u dha dekorate, jo po gjitha. Sot ishte prap në një kështu përkujtimore 35 vjetorit partisë dhe filloi duke i shaktat, flamingot, i shante, i ofendonte, i sulmonte. Siç e ka, domethënë ajo është një rrugë tani pa kry, po përflitet, unë nuk e besoj, por po përflitet edhe në media që gjoja ky Kushneri ka thënë që do të tërhiqem nga projekti. Dhe kjo është një rrezik edhe më i madh për Ramën, se Rama e di që ai kur tërhiqet nga projekti, tërhiqet me qefmbetje. Tërhiqet me qefmbetje sepse ky ka dalë garant, i ka thënë hajde, ja ku e ke, investo, ti rregullojon gjitha me ligje, bëri ligjin për zonat e mbrojtura, bëri ligjin për investime strategjike. Pra i ka dalë garant dhe ti dalësh garant atyre dhe tu dalësh nga fjala, është tradhti. Pra, ka bot 2 tradhti brenda një kohe shumë të shkurtër. Ka tradhtu Sorosin, që e ka sjell deri në këtë pikë, tradhtoi dhe Trumpin që e solli edhe e boni qepazën në gjitha mediat e botës, e degeneroi. Mirë ju po Trumpit, se nuk më vjen keq fare për Trumpin, por që ky e degeneroi.
në të gjitha mediat botërore flitet Ivanka Trump, familja Trump, po shkon të shkatrojnë mjedisin, po uzurpon pronë publike, gjitha me radhë dhe kjo e gjitha falë këtij. Prandaj ky nuk jep as i shenjë që mund të tërhiqet. Nuk jep as i shenjë se e kam thënë është mes dy zjarresh. Nuk ka dyshim, unë nuk kam dyshim, që pjesa më e madhe e njerëzve që dalin protesta aty janë qytetarë. Se kjo është ajo që s'm kuptojnë njerëzit edhe thonë je kundër protestit. Pjesa më e madhe aty janë se po ta dinin njerëzit që janë duke u përdor, nuk dilte njeri. Por kur ngrihen revolucione, sidomos këto me ngjyra, me pinke, me kshu, me ashu, kur bëhesh lajm botëror pa prit pa kujtu, do të thotë që ka një dorë mbrapa që është shumë e kujdesshme, shumë e kalkuluar dhe bë lëvizje, nuk është kështu siç thot Andi Bushati që u bë lajm gjithë median, edhe i njeh median, edhe jep shpjegime, shpjegime që si han as fëmijët e vegjël këto, që të bëhesh lajm, bëhesh temë nëpër mediat kryesore të botës nga hiçi. Dhe nuk po prishet vetëm ajo narta me zvërneci, po ka ngjarje të mëdha botërore që i zon kohën. Por është e organizuar shumë mirë. Pra unë jam prap i mendimit, unë nuk e pëlqej ideologjinë e Sorosit e kujtun gjitha më radhë, por nëse ai i bëj shërbim Shqipërisë, largon Edi Ramën, ka ngrit një revolucion, çon me sukses deri në fund, që të largojnë Edi Ramën nga Partia Socialiste, unë jam shumë i lumtur për këtë. Pra në këtë aspekt unë e mbështes këtë lëvizje, e mbështes këtë revolucion që qëllimin final të ketë largimin e Edi Ramës edhe çuarjen e Shqipërisë në zgjedhje të lira, të ndershme. Dhe ajo që dëshiroj më shumë, që e kam thënë gjithmonë, është që Edi Rama duhet bëhet shembull, se është njeriu ekzemplar që ka sundu një vend për 14 vjet vetëm me propagandë, vetëm me mashtrime, ka ndërtu një realitet paralel. Dhe kjo duhet marrë fund një herë e mirë. Dhe më mirë se ai që e ka kriju si krijesë, nuk mund t'ja sjell kush fundin këtij. Dohon fundi i tij, unë shpresoj shumë dhe du që ky të rezistojnë, që ta ketë edhe më të turpshëm fundin, por që shigjeta ka dal nga harku dhe kthim nuk ka më mbrapa, e di dhe Edi Rama. Ajo protest është nis me një kalkulim të caktuar, është nis për shkak të pabesisë këtij. Pabesinë që i bëri ndaj Sorosit do detyrohet, nëse tërhiqen këto kushneri, do detyrohet të dalë 2 herë i pabes me 2 njerëzit më të fuqishëm të Amerikës, me klanin e Sorosit, Partinë Demokratike, dhe me klanin e Trumpit, Partinë Republikane. Bravo i qoftë që ka arrit deri këtu, pra deri në këto nivele, me intrigën e vetë dhe me mashtrimet dhe me ato. Por kjo është një kalar rëre, edhe një palaço si punë e këtij nuk duhet të tregohet si model suksesi. Pra ky është, kush e ka lexuar ose kush e njeh historinë e Rasputinit, është pak a shumë si Rasputini, është një sharlatan, një mashtrues që gjithsesi në fund duhet t'i çirret maska edhe të dalë zbuluar që të mos shërbejnë si model. Ky nuk duhet shërbejnë si model. Por le të vinë kush dojnë Partinë Socialiste, po vetëm se ajo parti duhet shpëtojnë nga ky, sepse ky e ka inkriminu Partinë Socialiste. Ju shihni që në protest ka njerëz nga Partia Socialiste, ka njerëz nga Partia Demokratike, ka shehaj, qorri, lapaj, ku dun gjithë më radhë. Kjo protest po tregon një gjë. Shumica e atyre njerëzve që kanë dalë aty, atyre qytetarëve që kanë dalë në atë protest, nuk janë votues, pra nuk kanë për t'i dhënë, nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar me deputetët që ka PS-ja në parlament, me Zeqinet, me deputetët që ka PD-ja në parlament, nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar me Agron Shehajn, nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar me Tik Lapajn apo dhe me këtë Arlind Qorrin. Pra tentativat e këtyre për ta përvetësuar këtë protestë dhe dështimi tregon që plani është shumë më i madh, sepse përndryshe
do ishte i protestë që do udhëhiqej nga Shehaj, nga Qorri, nga Lapa, e kujtun gjitha më radhë, dhe ja po partitë e reja, ja po revolucioni partive të reja, pra nuk është revolucioni partive të reja, është një revolucioni kastës i sistemit që po ndodh shumë mirë në mënyrë dirigjuar. Nuk është konspiracion kjo që them unë, konspiracion është thush që protestën po e bëjnë grekët, po e bëjnë iranianët, po e bëjnë kujtun kinezët e çfarë mund të thotë Rama. Jo, protestën po e bëjnë shqiptarët, por dirigjimi, organizimi, iniciativa është nga pabesia që Edi Rama i ka bë Sorosit. Dhe ai po e nxjerr, pastaj po e nxjerr 2 herë të pabesë, edhe me Sorosin edhe me Trumpin. Do hyn kjo protest, do hyn në histori sepse do shërbejnë si shkundje për partitë e vjetra, për partitë tradicionale, për PD-n, për PS, që duhet hyn në një kurs reformimi të thellë, por do hyn në histori edhe për marionetat e reja, partiçkat e reja që dalin, që krijohen për të prish punë opozitës, për shembull siç janë kriju këto të reja për të prish punë PD-s. Dhe dështimi atyre prapë është një gjë shumë e mirë për shoqërinë, sepse tregon që një lëvizje e re do frym, do takat, do elektorat, nuk bëhet si mercenarizëm. Pra me mercenarizëm, kush mendon që mund të zëvendësojnë PD-n dhe PS-n me mercenarizëm, duhet me e ditë që është i dështuar. Kështu që pranaj edhe kjo protestë nuk shkon fare në funksion të Lapajt, Shehajt, Gon Shehajt, Qorrit e kujtun gjitha këto çfarë janë. Kjo shkon në funksion të shkundjes së një sistemi të tërë. Nuk janë ata votues, ata protestues që kanë dalë atje, shihni një pjesë e mirë e tyre që janë njerëz cilësor, nuk janë votues të asnjërs prej këtyre. Pra nuk ka asnjë deputet, po them në shumicë, në mazhorancë, nuk ka deputet Partisë Socialiste që i përfaqësojnë ata, nuk ka as deputet Partisë Demokratike që i përfaqësojnë. Përsa ata janë shumë më cilësor se sa bërlloku i deputetëve që kanë qenë në parlament këto 2 partitë më dha. Dhe kjo është një sinjal që o duhet të reformohen këto, ose në një revolucion të dytë pastaj këto zhduken fare. Zhduken fare jo për dalë Qorri e Shehaj e këta, por e prodhon vetë, pastaj e prodhon vetë turma, e prodhon vetë fryma një parti të re, një parti cilësore që i jep atë tërmën e fundit të kastës. Po ta quajmë kështu, siç e quajnë gjithë, kastës së vjetër. Pra, ajo që doja të thoja dhe u përpoqja të them me këtë video është që Edi Rama ka mbi 5-6 muaj që e di këtë që po i vjen. E di se çfarë po i ndodh, e di nga kush po i ndodh. Ai e ushqen vetë konspiracionizmin, unë më thash do vinë dita që ai do dalë dhe do e shajnë Sorosin më shumë se që ka sha Berisha. Pra se do bjerë në vështirësi. Sepse Edi Rama e di shumë mirë, sepse këtë e kam edhe informacion, i ka thënë dikush nga këta të demokratëve kur ka qenë pushtet Bideni, i ka thënë me këto gjëra që ke bë ti përpiqu të rish në pushtet sa më gjatë. Vetëm kjo të shpëton nga korrupsioni, nga lidhjet kriminale, nga ajo çështja me Gonigalet gjitha me radhë. I ka thënë vetëm ndejtja gjatë në pushtet të shpëton, se gjë tjetër nuk të shpëton. Tani shpëtimi atij dihet është edhe në një kompromis, që ndoshta kjo është i çik problem pastaj se Sorosi mund t'ia jap, e heq qafet nga PS-ja dhe mund t'ia jap i far amnistie, por gjë tjetër nuk e shpëton. Kjo është protesta.